Bismillahirrahmanirrahim. Vazhdojmë me mashtrimet që bën në emër të rukjeve edhe të smundjeve të natyrës së saj magjisë. Sot më ka shkruar një motër e cila është e shqetësuar ajo edhe bashkëshorti për vete për bashkëshorten e saj. Pse, çka është problemi, thotë normal njerëzit nuk dinë edhe ajo gabimisht ka shkuar në adresë të gabuar tek një varr i cili quhet varri i mirë, sipas atyre që mirëmbajnë ata, jashtë kufinit, këtu në pjesën e kuksit, edhe thotë jemi pa bezvese, kemi ku e di që kanë batur, nuk i di se çka bëjnë, edhe thotë ne ka thonë në atë vend personi përkatës që ti ke magji, burri yt ka të shkelme ose të bame, edhe ju doni me bë këtë me batë, me çfarë magjie, qysh, thotë ti e ke pinë kafe, ai e ka shkel kështu. Edhe ta shtajnë bo qaq marak edhe qaq ves edhe nuk mundën as muratu kur gja. Çka themi ne? Ne themi njerëzit e cilët kanë vdek, pa marrë parasysh si i quajmë neve varret e tyre, a varri i shenjt, a varri i mirë, a varri i madh, a i bardh, a i zi, a i bukur, kur gjë këto epitete, këto emra nuk vlen. Ka vdek njeru, Allahu i mëshiroft të vdekurin, nëse është prej gabimtarëve, mëkatarëve, Allahu e falt, do të vdesim edhe neve të gjithë. A ka dobi prej të vdekurve? Jo, nuk ka dobi, Allahu i mëshiroft veç. Me çfarë konkluzione jepet diagnoza se ti e ke pinë kafe, ai ka shkel këtu ose atje, thjesht me i bën njerëzit ves, çfarë themi neve? Keni kujdes, mos shkoni në adresa të gabuara, sepse edhe nëse s'ke kur gja, po fillove psiqikisht me u smu psiqikisht, atëherë kjo ka me ndiku në shëndetin tanë, edhe mendor edhe fizik. Mjafton me të bë fiksim kjo gjë. Prandaj rujuni nga këto adresa të gabuara. Zoti na përmirësoftë dhe na fal të gjithëve.